Fitore madhështore e kombëtarëve shqiptare. Po ne ta bëjmë golin me Serbia, të lëm pa fjalë me Shqipërinë bodoshe. Me fitoren e Serbisë është një soi që po kemi shkuar botëror. Nuk e keni idenë se sa gjatë më duket pjesa e dytë. Kur po mbaron. Futbollistët serb atë natë kanë kaluar fjerrin tokë. Nëse do të rikthejë një futbollist të vjetër të kombëtaris në këtë kombëtare aktuale. Delirën A ka një ndeshje të kalon pa gjumë një javë përpara? në stadionin e Beogradit ishte fjalia që tha dilni dhe nderoni Shqipërinë. Unë do themi diçka që s'e kam thënë asnjëherë. Fitore madhështore e kombëtarëve shqiptare. Fituam! Po ku Mora ka fitio Shqipëria ime? Është qartë që ka ndodhur. Fituam në tokën serbe me golin e Rej Manaj. Me golin e Rej Manaj, ai që ishte më i Nuk mendoj që kemi patur fitore më të madh ndonjëherë, më thon. Mos mendoj fare nuk kemi patur. Nuk mendoj fare Flora Bolla se ka festuar shumë mas fitores, nuk e di çka kemi, nuk e di. Ka i pak zëri, shumë. Ti isha ne, Unë isha në Serbi, mora mundimi, kalova 4 kufi ndryshëm për shku atje dhe e kam pa nga afër, e kam ndje që populli serb heshti nga një gol i Manajt. Se jo mendoni që lushnjarët ja vetëm për shalqinj, po ne ta bëjmë golin me Serbia, të lëm pa fjalë me Shqipërinë bodoshe. Ti me buvuzela. Flora, ju herë të ndej, por ne këtë në Shqipëri kemi festuar aq shumë miku im. I kam parë fotot, videot dhe ndonjëherë më vinte keq, thoj, okay, isha afër një moment historik, po isha larg kësaj që ndodhi, momentet që ishte do ta marr. Fituam një ndeshje kaq të rëndësishme. Kur ka fitore të mëdha, mos e lini afër të gjën atyre që i duhet. Fituam ndeshjen më të rëndësishme të momentit të mundshme. Çfarë ka ndodhur? Ka patur festa nga më të çuditshme, nga më të bukura gjithandej në përtroje shqiptare, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, në për diasporë, vetëm festë madhe ka patur, prandaj le të ndjekim pak çfarë ka ndodhur. Të ti isha ndej, unë isha këtej për jetova festimet. E para duat ndalen pak të disa çuna që kur vëmera reagimet live, erdhën dhe më përshëndetën me një përshëndetje specifike. Diçe pak Floro. Edhe respekte për ty në veçanti. E treta respekte për ta andale. Të më dhej çunat. Më ndaluan rrugës të kemi parë të andale dhe respekte për çuna respekte. Ata që na ndjekin. Faleminderit gjithëve që na ndjekin. Ishte diku tjetër apo? More ti, mos bullizo. Çunat që na ndjekin, çunat dhe gocat sepse dëgjoj, jo vetëm çunat aty, por kanë pas dhe shumë çuna dhe goca të tjerë që kanë ndaluar rrugës, ju kanë parë të andale. I përshëndesim të gjithë, urime fitore me Serbinë. Faleminderit që na ndiqni. Lajmi i fundit, Flori Thamaj bën famë shumë një tjetër personazh me titra apo. Shimorsi mori meritat, më ç'është ky mor vlla. Mirë, s'ke. Pa tani, çuna edhe një herë faleminderit që na ndiqni. Jeni më të mirët bashkë me gocat, bashkë me gocat e Andales. Ta them drejtën. Tani Mantho, ka ardhur të emision në Shërip, e bën shumë mirë punën e vet, e meriton. Ta ketë fjalët e mia meriton, jo vetëm te Andale, kudo që shkoj meriton fjalët e mia. Çfarë qoke miq? Nuk është qok miq, se një ditë do ma kthesh te. Ta dini e kam paguar paraprakisht për këto fjalët. Floro, tani nisim te komentet më interesante të mundshme në postimin e Federatës Shqiptare të Futbollit. Te Federata. Ku ishin vetë serbët që na komplimentonin fitoren tonë. Po më shkrua Megan Foxi një Mardini Megan Foxin. Tani një Daniel nga Serbia shkruan urime dhe continuous success. Pra, suksesin e vazhdueshëm të rivëri. E merituat fitoren, thot. Lojtarët tuaj janë plot me energji. I hope our future matches continue to be free and any trouble. Pra shpreson që ndeshjet e radhës të jenë pa probleme. Pra një serb që na përshëndet për fitoren. Edhe ne urojmë që ndeshjet e tjera të jenë pa probleme edhe me fitoren tonë. Edhe ne urojmë që të jetë gjithmonë. Ecim. Urime nga Serbia. Njerëzit në stadium ishin të paguar, ndërkohë që lojtarët tanë dhanë gjithë shpirtin. Faleminderit edhe një herë kolegët tanë serb. Kalojmë te koment. Faleminderit tani planet e unë, faleminderit motrën edhe prej meje. Urime nga Serbia, e merituat fitoren. Do të shihemi next year on your sea në detin ton. Okej, mik se duash mund të luaj edhe në detin ton. Ju s'keni det. Great country. Faleminderit. 30 euro ç'është thonë, 30 euro. 50 euro për ju. Me denar, siç më bëni mua atje vetëm denar thosh, edhe këtu edhe vetëm lekë shqiptare. Po, vetëm denar tonë. Po. Edhe ne vetëm lekë shqiptare. 70.000 lekë shqiptare që s'doni e doni. Tani
Kjo foto vjen nga Kosova ku janë bërë zgjedhjet Floro. Dhe votën në Kosovë e ka marrë mbreti El Rey Manaj. El Rey Manaj mori. Ka marrë votën. Unë mendoj që nëse në datë po të bëj domethënë zgjedhja e Shive erdhi njoftimi Andali Pikale. E shef Flor. Po të bëj zgjedhja e kryeministrit në datë 12 tetor. Rey Manaj del kryeministër e fiton me vota, e fiton me vota. Me qeveri teknike, ministri i mbrojtjes Berat Gjifshiti, Arlinda Jeti, e tjerë. El Rey, bravo të qoftë edhe një herë. Congratulations Albania, beautiful beaches, same in Brazil. Pra, na krahasoj me Brazilin për plazhet. Brazil edhe ju keni beautiful beaches, por jo plazhet. Prandaj dhe jeni të mirëpritur të gjitha të festoni me ne kualifikimin e botror. Patjetër. Open bar. Brazili na ka dhënë 3 njerëz Silvinjo, kështu që faleminderit Brazili. Si të faleminderit? Obrigado më duket. Ka nevojë për një shpjegim të vogël. Se po thoni ç'ne, këta që ngi kështu po fitoj kombëtare me Serbinë, edhe si të pish lëndë narkotike, edhe fitoj kombëtare me Serbinë, njëjtin efekt jep, e kupton? Madje kjo jep më çik më shumë efekt. Kjo është Serbisë. Pra Brazili na ka dhënë edhe El Brasilianon ton tashmë nga lushnja Silvinjon. El Floro, El Floro, El Floro 100% shqiptar. Brothers, you saved Europe from noise pollution. Bravo. Tjetër vlla Kroati, Brate. Si Kroati thon brate, brate. Luka Modric, Ivan Perisic. Ivan jepi portieri. Ecim. Let's go. Congratulations from Croatia. Jam po gjithë Kroatët me ne. Kroacia përveç faktit që shkon mirë me ne, ka edhe këtë që nuk shkon mirë me Serbinë. Pra i kanë dy. Armiku tim është miku im. Miku im, edhe ka thënë pari jo. Ne kemi fest Ballkanas. Po kjo El Toro Torino që uron Cristian Aslanin për fitoren. E di Torino ku do të shkojë. Faleminderit Torino. Po pat në lojtar anglez që thoni, ta le pak ndeshjen e fundit se nuk ka nevojë me lujt fort. Nuk është se ska Torino. Sa gjatë që ka kjo. Të dashur shqiptar, ju përgëzoj nga Turqia me ndjenjat e mia më të sinqerta për fitoren tuaj. Kjo fitore kundër atyre bastardëve të ndyrë që kanë trahtuar bosnjakët, kosovarët dhe shumë shqiptarë të pafajshëm për vite me radhë, të cilët mendojnë se janë mbretërit e Ballkanit, më ka bërë edhe mua shumë të lumtur. Shpresoj që Shqipëria të kualifikohet për Kupën e Botës dhe ta mbaj Kosovën përgjithmonë. Ju dua nga Turqia. Byrozer, je më i miri, byrozer. Ej valla. Ishte më i miri. Me këtë komente ka qa, Tani doli foto e mretit. Tani ndaloni pak. Kapiteni legjendar. Aura. Kjo është aura, për ju që nuk e dini, kjo foto quhet aura. Shifeni vet. Albanian Boss Aura. Jemi ka shkruajt edhe nga pas një muzikë potente aty. Red and Black, Address Eagle, oh, my chest proud to be an Albanian. Ka shkruar poshtë, jemi live. Jemi live. Lori. E shkoj Loriku dhe kur nuk luan, e ka impaktin e vet. Edhe nga Instagram i jep impaktin e vet. Jemi live nuk tha vetëm Cana në postim. Tha Mirto Uzuni, tha Rey Manaj. Pra respektuan Serbinë. Edhe një 3000 shqiptarë për mikrofona ndryshëm. 3 milion mikoim. 3 milion shqiptarë jemi live. Po bosi e meriton se e ka arritur domethënë barazoj Lorik Canën të ndesha më e bukur që ka patur kombëtari, apo jo. Mendoj që hysa dhe më gjithë jetën dhe e ka merituar se ato ndeshje që ka bërë me Serbinë, të dyja ndeshjet, ka qenë një ndër më të mirë të fushë. Është i madh. Shkurtësi i madh. U vendosësh i madh. Kjo është Kosovë, Floro. Kjo është në Mitrovic. Në Mitrovic. Shiko tani, brenda nate, imagjino çfarë emocioni përjetoi kombëtarët shqiptarë, populli jon brenda nate e bën një murale për Rey Manaj me datën Rey Manaj dhe me festën e tij ikonike me shqipon, që duhet thënë El Rey. Duhet thënë që kjo festa i tërboi pak serbët që ishin aty vërdall. Ore t'ia bëjmë bam, paf. Do të them unë isha aty afër, e kisha stadiumin 100 metra larg. Çfarë bën kur festoj marrë? Në pamundësi për të futur, edhe aty te parku afër, tani dëgjoj bie heshtja. Nuk e di çfarë po ndodhte, bie heshtja, po them mu duk se ishte heshtje varri. Tha ç'a ndodhi? Veç kur aftë skorin 0-1, domethënë nuk foli njëri 0-0 të folura. Sepse ishte heshtje varri. Sepse u varros krenaria atyre, që nuk është se duhet të kenë krenari të madhe. Dhe me ç'a do e mbyllim thua ti? Ç'a ndodh tjetri në orar pune, po shpërndan ushqimin nëpër Tiranë. Dhe shiko ç'a ka bërë fitore këtë njeriu.
Kush është këshuar ta shkruaj pa më, kush është këshuar ta shkruaj ta morim. Ky është për emision apo? Do ta marrim lidhje ose emision ku doj, vetëm ta shkruaj ta kërcejmë bashkë të kërcimit. Do të ky e meriton me këtë lloj vibe që ka thënë aty, ky tregon se sa shumë përjetua kjo fitore kudo në Shqipëri. Po them po më Flor, më dhemi akoma veshët. Isha te sheshi Nën Tereza, kërcistin marmitat miku im. Kërciste ulërima. Spektakël. Tani ti pe edhe aeroportin, ishe edhe në aeroport për Isha në aeroport. Çfarë ndodhi diçka pikante aty? U pritën lojtarët nga shumë tifoz, deri në orën 4 të mëngjesit kemi prit. Çunat e kishin për të nisur në orën për të mbërritur në orën 2 në Rinas. Çunat. Ndërkohë erdhëm në orën 2 aty në Rinas. Ku jeni si jeni sa kohë po festojmë. Kanë festuar shumë kanë ardhur në orën 3 gjysmë. Me gjithë të drejtën e vet, mund të kishte prit deri në orën 10 atë ditë e meritonin. Ne me pimë muzikë ishim aty jashtë. Ne të dy komentuam shumë ç'a ndodhi, ç'a kemi parë. Por do na duhet dhe mendimi i një ish lojtari të kombëtarëve shqiptare. Andi Lila është një emër që mund na japi mendime shumë të bukura apo jo? Andi Lila do na japi mendime, por edhe eksperjenca, do nga thonë për eksperiencë. Kështu që kalojmë te pjesa e dytë që është shumë e bukur. Te pjesa e dytë për të marrë një mendim më shumë, do të jemi me një ish lojtar kombëtarja, Andi Lila, përshëndetje. Përshëndetje Flori, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi. Faleminderit që ke ardhur në fakt, pasi është tashmë një ish lojtar që e di se si janë emocionet të luash përballë Serbisë, e di shumë mirë atë ndjesinë e një përballje kaq shumë të rëndësishme. Po nis pak fillimisht, po nisim pak me sfidën, pasi shumë përpara sfidës e menduan një duel shumë të vështirë. E prisë një duel vështirë, na surprizoi kombëtarja për mirë apo i kishim që në fillim po themi mundësitë për të bërë mirë kundër Serbisë. Si e mendoje? Atëherë, një ndeshje futbolli pa diskutim që të tre rezultatet janë pjesë e lojës. Ajo që unë pash gjatë lojës dhe ajo që flasim pas ndeshjes teknikisht, mendoj që trajneri Silvinho e kishte përgatitur në mënyrë më perfekte ndeshjen, duke parë që minutat e para do të ishin me shumë presion nga ana e Serbisë dhe mbasi kaluam atë periudhën e vështirë, skuadra reagoi në mënyrë më të mirë duke filluar dhe duke bërë atë lojën që ne kemi, pra atë lojën e imët me topa nga poshtë dhe ngjitja e sulmit gradual. Por gjithashtu edhe me kundrasulm. Mendoj që faza ofensive bëri një punë të jashtëzakonshme, me Reimana në krye, por edhe Broja, edhe Uzuni në krahun tjetër, bënë një punë shumë mirë që e mbajtën skuadrën shumë lart duke fituar falla të rëndësishme në zona të rëndësishme dhe jepnin frymëmarrje mbrojtës që ngjitej lart dhe ta mbanin sa më larg portës tonë ekipin kundërshtar serb. Mendoj që ekipi i Serbisë ka probleme të jashtëzakonshme, duke parë që reagua trajneri, shumë lojtar ka refuzuar ftesën. Përpara ndeshjes ishte ajo humbja me Anglinë 5-0 dhe mediat serbe thonin që lojtarët kanë konflikte në dhomat e zhveshjes dhe kjo është shumë e rëndësishme, nëse nuk ke dhomat e zhveshjes si ke harmoni dhe grup, patjetër që reflekton në fushën e lojës. Gjithashtu mendoj që futbollistët serb atë natë kanë kaluar ferrin tokë. Patjetër sepse e gjithë opinioni publik serb thonë që është ndeshja më e rëndë, do të humbja më e rëndë në historinë. Them drejtën, ne jemi të gëzuar për këtë fitore dhe shpresoj shumë që ekipi kombëtar të ecë në këtë ritëm. Nëse duan të bëjmë një krahasim, nëse do të krahasoj ti ke qenë prezant në fushë në fitoren e 2014-s, kurse këtë e pe nga televizori. Kush të duk fitoria më e bukur? A ishte më e bukur ajo atëhershme për shkak problemeve apo kjo që e morën fushën e lojës, po ti krahasoje pak? Janë dy histori të ndryshme. Atëherë ishte një histori që në Serbi, po flasim në aspekt social, punët ishin mirë, pra Serbia bën jetë normale, ndërsa sot ato janë në prag të një lufte civile dhe ka protesta të vazhdueshme në çdo vend të Serbisë dhe jo më kot ndeshja u postua në Leskovac. Por Beogradi ishte gjë tjetër, se ishin 30.000 tifoz, 30.000 të tërbuar që me zot shprisnin që por për sa i përket lojës, sepse unë do të flas si një ish futbollist që e kam përjetuar atë ndeshje, patjetër që edhe ne në atë kohë, domethënë ekipi kombëtar zhvilloi një pjesë parë të shkëlqyer, patëm dy raste të mira. Rastin me Mavra Moskaboj, Mavra dhe po ishin dy raste shumë të mira për ekipin tonë dhe ekipi serb nuk ishte afruar asnjëherë portës tonë. Pra diku 35 minuta flisnin për ne. Dhe një gjë të tillë na kishte thënë edhe trajneri Debiazi, minutat që kalojnë kthehen disfavorin e skuadrës serbe dhe ashtu ndodhi me të vërtetë dhe tifozëria që ka një rol shumë të rëndësishëm në futbollin dhe në Federatën Serbe. Andja mendon që janë penduar pak që çuan ndeshin Leskovac, ndoshta do donin ta kishin Serbi, tani që din që humbën nga fjala. Kush? Serbët.
Kush nga serbët? Ata që morën vendim, qeveria. Nga i pari të fundit, ai Ram Pishmani. Qeveria, për sa i përket madje që unë ndjek nga larg, patjetër që qeveria bëri mirë me atë vetëm duke parë që po kalon një periudhë shumë të vështirë sociale vendi në Serbi dhe ato kanë një problematikë se nëse rast fitorie ngrihet turma, pra po luani në stadiumin e Crvena Zvezda për shembull, aty është 50.000 ai stadiumi. Nëse fitonin, pra turma ngrihej dhe shkonin direkt kryeministri, pra bënin luftë, dilnin Beogradin. Nëse humnin, do ishte akoma më të acaruar dhe do ndodhte ndryshe. Dhe prandaj mendoj që qeveria, nëse me që ma bëre pyetjen për qeveri, mendoj që bëri zgjidhjen më të mirë që ja çojmë një qytet larg Beogradit që të kishte qetësinë vet. Po Borboçiçi tha kam jam pa gjum tani tha nga ky gol. Se për shpirt do të kishim bën Beograd edhe. Po gjithsesi është fati jon fund fare dhe merita e çunave në fushën e lojës. El Rey, mbreti, Rey Mana që shënoi atë gol kaq të rëndësishëm. Pak kohë më parë humbi një penallti shumë të rëndësishëm në Albania, shkon në Serbi shënon golin më të rëndësishëm si një shtrejtar. Çfarë lloj ndikimi ka psikologjikisht ky transformim për kaq pak muaj. Duhet përmendur dhe minuta që ishte e njëjtë me atë gjumë penalltin, domethënë nuk para ndodh si tjetër. Atëherë, un kam një akademi futbolli dhe kam disa djem të rinj skuadër dhe kjo është një nga ato shembujt që duhet ta marrin pozitiv. Pra asnjëherë nuk do dorëzohesh. Kur humbi Mana humbi penalltin kundra Serbisë në Tiranë, ju turri gjithë Mileti dhe nuk lanë gjë pa i thënë. E vërtet. Por ai nuk u demoralizua, por vazhdoi punën, uli kokën si një profesionist i rrallë dhe u shpërblye me atë gol që të gjithë sot flasin për Rejn. Ishte spektakolar, a? Spektakolar ishte, por edhe meriton një kërkim falje nga ato që e shan. Nga të gjithë, patjetër. Gjithë thoni fjalë të keqe atëherë dhe po të njëjtit thanë fjalë të mira tani. Interesante është se për shembull Eseid Hytha i kritikuar në Europian ka bërë një kualifikuese botror shumë të mirë. Mana i kritikuar ka bërë shumë mirë. Pra, ndoshta është aspekti pozitiv i këtyre kritikave, është i bën mirë lojtarëve. Atëherë, çdo futbollist ka kurba. Domethënë në ulje dhe ngritje. Nëse një futbollist nuk do ketë kurbë në rënje, nuk do ta shikoj kurrë ngjitjen e tij të radhës. Pra nëse është gjithmonë top, pra Messi është gjithmonë top, ne themi Messi është lojtar i mirë. Nëse Messi nuk bie herë dhe të shikojmë ngjitjen e radhës, pak në kështu është për futbollin, kështu kam menduar në karrierën time. Dhe kam bërë me të vërtetë atë që thatë dhe ju, kam bërë eliminator shumë mirë, sidomos Elseid Hysa që jam shumë i lumtur për të sepse shumë kritika mori në Europian, por është një nga më të mirë, mos të më i miri i skuadrës. Pati një çështje tjetër tek goli i Mane që festoi me shqiponjën dhe u dushkoi me kartonin e verdh. Mbas ndeshjes mora vesh që UEFA ka nxjerr rregull që po të bësh shqiponjën nuk dështohen me të verdh. Duket absurde sepse nëse do ishte kështu, domethënë un pash një ndeshje Brazilin me Kostarikën, mos gaboj. A le të voj mendjen. Kam sjell foto këtu. Dhe Rodrigo bëri shqiponjën, pra pse s'mori këtë verdh? Nëse mundet ta shtojmë pak për këtë lidhje, atëherë se u komunikova pak me disa gjyqtar, pikërisht për këtë gjë pasi bëri shumë përshtypje pse Rodrigo nuk u ndërshkua me karton të verdh. Por Manaj, atëherë rregullora që nga e tillë, se cili arbitër përpara sfidës informohet se cilat cibole mund të jenë provokuese dhe në bazë të kësaj ndëshkoka me karton të verdh. Pra në këtë sfidë nuk ishte provokim në lidhje me foton e Rodrigot me shqiponjën, por për Manaj që ka provokim, megjithatë Manaj u theme ka halal kartonin e verdh për të shqiponjën që bëri. Kjo që thoni qëndron, por rregullat e UEFA-s dhe Konfederatës dhe FIFA dhe Jo, FIFA është botërorja, UEFA është për Europën, ndërsa Amerikan latin, pra ndoshta se kanë këtë rregullore. E ka vetëm UEFA. Po, e kanë, domethënë që secila ndeshje në bazë të Pra mendoj që nëse i bëhet serimi i duhur, ai simboli flamurit ton nuk ofendon njeri. Është vetëm na përfaqëson ne, nuk ofendon asnjëri. E çrënci ka kjo edhe po ndoja shqiponja e Rimanet i lumtur i Rimanet pasi ka drejtën e vet, se kur festonin serbët me tregisht atu në Elbasan nuk është se reaguan shumë fort, ëh, mbani mend. Kështu që Rimanet dhe gjithë çunave bravo i qoftë edhe një herë, na bën krenar. Mbreti ka kurorën këtu sot. Tani nëse dua të bëj një krahasim të vogël. Ti ke qenë pjesë e kombëtarës së Debiazit që morët fitore në Serbinë në tavolinë. Ndërkohë Silvinho mori një fitore shumë të rëndësishme me Serbinë në fushën e lojës. Nëse do t'i vendosim në një shkallë, kjo fitoria e Silvinhos ndaj Serbisë në fushë e ngre pak më lart se Debiazi në historinë e kombëtarës tonë, apo janë akoma të dy tra një që kanë bërë historinë. Pasi të dy na kanë çuar në Europian. Si e mendon? Mendimi im, nëse Silvinho do ta kualifikojë Shqipërinë në botëror, patjetër që Silvinho meriton fronin, si thonë atë kurorën e re. Deri tani mendoj që janë të barabartë sepse kanë bërë një punë të shkëlqyer si Debiazi, por Debiazi mendoj që është pak më përpara për vetë faktin që është i pari që shkoi
që shkojnë Europian, edhe gjithmonë hera parë mbahet mend për herë, çdo gjë për herë të parë mbahet mend gjatë në histori. Çdo gjë, s'po flas vetëm në sport, në futboll, po edhe në jetë. Çdo gjë e parë. Shumë e vërtetë dhe kjo ishte shumë e vërtetë. Kjo ishte e goditur. Shumë e vërtetë. Andi, kjo fitore festua kudo ku ka shqiptar, në Tiranë, në Prishtinë, Tetov, Shkup, në diaspor. Tani ti vetë si e festove këtë fitore? Emocionet e golit. E drejt, kjo ishte një fitore e rrallë, dhe fitore me shumë vlera, me shumë nga ajo që duhet theksoj që lojtarët dhe i gjithë populli shqiptar ishin një. Pra ndjenja, energjia ishte një. Pa diskutim që u gëzova shumë, sidomos te goli Rejmanit. Faktikisht në fillim nuk e pash, domethënë ishte Rej apo s'ishte Rej, pas kur tha Ylliaga që është Rejmana, aty domethënë u gëzova akoma më shumë sepse fisha edhe për Rej. Pa diskutim, doja sepse unë e di se sa shumë presion ka një futbollist kur gabon sidomos në të tilla raste. Patjetër. Faktikisht gjithmonë kur hidhet shorti, them e kam këtë them, nuk duhet na bjas Greqia, nuk duhet na bjas Serbia. Duhet bëjmë një eliminatore të qetë, një eliminatore që të fokusohen vetëm tek ndeshjet dhe jo tek futbollistët jashtë fushës. Po dha emocionale patjetër. Po mos futen sepse janë ndeshje me të vërtetë vështira. Jo më kot e thash që futbollistët serb kanë përjetuar ferrin tok. Sinqerisht jo them këtë sepse dihet tani më qasja jonë midis Serbisë dhe Shqipërisë edhe kam pasur domethënë një presion të jashtëzakonshëm. Do dohet kthehesh në fushë vetëm për të ndeshje. Do kisha të dëshirën. Sinqerisht e shikoja kaloni minuta dhe unë kisha emocione, nuk e keni ide se sa gjatë më zhdukej pjesa dytë kur po mbaron. Vetëm se mbaronte me fitore. Po gjithsesi. A do pyetje Strakoshës në fund, gjithmonë ajo zemër aty. Strakosha ka bërë shumë ndeshje të mira. Ka bërë shumë ndeshje të mira, pra ta marrim tërësi, ka bërë një eliminator shumë mirë. Strakosha është në formë të mirë, më thënë drejtën. Gjithashtu edhe fazat defensive, po gjithë skuadra në tërësi ka bërë ndeshje goxha. Si kush ishte po themi Chelsea ose Boshti më i rëndësishëm në këtë sfidë? Ai ishte i gjithë grupi apo ndoshta zgjedhja e Silvinjos që e nisi me Uzunin që përpara sfidës nuk e mendonte askush Uzunin Kratmaj, dilemë kishte Hoxhën ose Bajramin. Apo ishte ndoshta surpriza Rejmana e quaj surprizë se të gjithë diskutonin për Dakun ose Uzunin që ëndër në raste. Apo mbrojtja me Ajetin që së fundmi pas sfidës kam parë shumë komente pozitive si ka mundësi që ky lojtar luan në Turqi dhe neutralizoi një Vlahovic të Juventusit. Pra ishte gjithë grupi apo dhe individët si e peshtyllën më të rëndësishme? Mendoj që grupi bëri diferencën, një skuadër totalisht e mirëvendosur në fushën e lojës, një trajner që kishte zgjedhur një strategji jashtëzakonisht mirë që në minutat e para të pristin në 1/3 e fushës, pra të pristin pranë afër 16-s në blok, që Serbia nuk pa që kishte ndonjë lojtar që mund të bënte atë diferencën në lojë 1-1, ndërtimi ose goditje nga distanca, përveç Vlahovic ose Mitrovic, dy futbollistë që po bëjnë mjaft mirë me klubet e tyre, por me ekipin kombëtar nuk po japin asgjë. Dhe ajo pritja, pra i durimi se i boksieri që rrin tek ai cepi ringut dhe pret momenti që të shpërthej. Dhe minutat që kalonin, ekipi jon kombëtar ngjitej sipër dhe mes fusha bëri diferencë. Julian Shehu për shembull ishte një nga lojtarët më të mirë në fushën e lojës. Aslani gjithashtu bëri ndeshje të mirë. Patjetër që edhe Krahët, edhe Broja u kthehej po të vini tre, kthehej deri tek flamuri i këndit, pra gjithë skuadra ishte në blok dhe gjithë mbronin me fanatizëm dhe ngjiteshin në fazën ofensive me shumë besim dhe me një kualitet që ishte për të admiruar, sidomos kur aksionet tona manovra sulmuese niste nga këmbët e Mitajt, që është për vlerësimin tim lojtari më i talentuar i ekipit tonë kombëtar, dhe niste manovra sulmuese drejt me stacione. Këtë herë pëlqeu akoma më shumë sepse ne kishim një rrugë dalje, ne kishim jo një rrugë, por disa rrugë dalje për në manovrën sulmuese. Dhe atë që tha dhe ju, Rejmana i bëri atë midis, sepse Serbia luajti me 3 qendërmbrojtësa. Po. Dhe Rej ishte pothuajse i vetëm midis treve. Por numri 4 i Serbisë ishte një lojtar shumë i dobët. Them drejt, as ke triumfi nuk e fus atë. Ishte era e parë që e shikoja, por të më ishte i dobët. Dhe gjithkohës edhe na herë ne përdorim si në po themi në formë batute,
trajnerët e futbollit e përdorin kur rreshketin ndonjë futbollist fushën e lojë që nuk ka vesh taka të mira, edhe i thon ke vesh taka grash. Dhe ai ishte si me taka grash. Edhe rreshkiste gjatë gjithë kohës ishte një rast për shembull që Hoxha në pjesën e dytë mos gaboj, ishte një rast që duhet futej direkt edhe dilte tek portieri, por nuk e di pse uli atë ritmin, sepse numri 4 e kishte përballë që madje kur e shikoj nga televizori vetëm se nuk kisha mundësi që t'i shkruaj mesazh Silvinjos, ai numri 4 është kot fare. Sulmoni aty. Më kujtoi me rastin tek. Edhe po ti vjen i ri, ai e bëri faull në minutën e fundit, manajt me kurriz, ai e bëri faull, një faull që mund të evitohet nga një mbrojtës kur është me kurriz, pse do t'i bësh faull sulmues. Më kujtoi rastin. Ishte fati joni shumë i mirë që ai ishte në ditë shumë të keq. Më kujtoi rastin tek. Ai momenti i fundit i humbur në Nedim Bajramit. Ti ish lojtar, ti e di atë atmosferë. Me fat që ishim 0-1 me fat. Është me fat që fituan, por si është ai momenti. Dhe si e përjetove ti dhe nga ekrani tash, pse tani do ta dimë këtë. Atëherë, ajo që më pëlqeu, domethënë edhe pse humbi golin, më pëlqeu që Shqipëria kishte dalë jashtë zonës të rrezikut. Pra ne ishim përpara, po unë faktikisht doja që Bajrami ta bonte gol patjetër, po ne mos e bonte gol, shkonte ke korner dhe vënonte minutë. Vetëm te kamuri aty. Të ruante. Të mbante kohën. Ai tani një pyetje teknike, e thjeshtë e shpejtë. Ishte më shumë gabimi Bajramit apo merita e portierit serb? Personalisht unë e pash si merit portierit, jo si gabim Bajramit. Okej, pritet mirë. Portieri del dhe hidhet në krah djathtë, nuk është se statik. Po të bënte Bajrami një hap nga djatha, portieri dilte jashtë lojë. Dakor, po Bajrami se në majt, nuk e ka të mundësinë të driblojë. Faktikisht Bajrami bëri po të vini ri bëri diku ke 60 metra me sprint me topin. Po. Dhe këmbët ngarkohen vetvetiu, sepse është një progresion vrapim i vazhdueshëm dhe patjetër që përveç se të trashen këmbët, po të fillon edhe shikimi pak të zbehet. Po edhe kush është distancë që afro. Pa diskutim që ai e goditi, por edhe fati portieri që rroku topin në turi ose në kokë, nuk e di ku ose në dorë, nuk e di. Diku e kapi. Diku e kapi që s'duhet ta kapte, por Andi, tani mundësitë e play-offit me një fitore në Andorra janë gati, po them, po fituam në Andorra, kemi të garantuar. 99% u thënë që në kombinime, por gati ne kemi dorë vet. Atëherë, mendoj që mund të arrijmë botërorin. Mendimi im, ne me fitoren e Serbisë është një soi kur kemi shkuar botëror, më thon atë që duhet ta citojmë, ta theksojmë. Dhe play-offi nuk është aq i lehtë, është i vështirë, sepse janë 16 skuadra, pra 12 skuadrat e dyta të çdo grupi dhe 4 skuadrat që nga Liga e Kombeve, 4 më të mira nga Liga e Kombeve bëhen 16 për 4 bileta. Pra për 4 bileta, këto do ndeshen secila skuadër luajnë me short gjithë finale dhe finale. Bravo. Në projekcion, nuk e di nëse e ke parë, projekcion praktikisht ne na bie një mes Polonisë dhe Çekisë për momentin. Dakor. Dhe më vonë do të kemi imposhtur. Më vonë Italia mund ta bie. Më vonë, po si shef fillimisht na bie Çeki Poloni. Shpresoj të na bie Maqedonia me çfarë pash. Edhe Maqedonia. Nëse humbet vendin e parë dhe shkon Belgjika vendin e parë, besoj që Belgjika Maqedonia. Po ti ke besim vet personalisht të paktën jo tek botrori, por ta fitojnë paktën gjithë finalen e parë. Është e mundur me këtë skuadër që kemi, me ato që tregoj ndaj Serbisë, por dhe me backgroundin, me disa sfida që ndoshta kanë disa pyetje me Letoninë etj etj. Varet nga skuadra, varet nga forma që kalon ai skuadër, varet nga shumë faktorë, varet nga shorti që do na bin fushën tonë apo do na bin në fushën kundërshtare. Pra ka disa faktorë që domethënë rrisin probabilitetin për kualifikim ose e ulin probabilitetin për përfitim. Por gjithsesi në futboll ndodh gjithçka. Ndodh që edhe ta rrafsh Italin, edhe të shkosh në botëror. Pra po e kapë me një mbrojtës numrit 4, ditë keqe. Me një numër 4. Ta ketë një ditë. Tani, se kam një koment fundit tani, një sekond të lutem. Jep. Autori golit Rej Mane nga Lushnja. Silvinjo i pasaportizuar në Lushnje. Edhe unë nga Lushnja. Edhe ti nga Lushnja që ishe aty prezent stadium. Ishte kjo një fitore e Lushnjës dhe Shqipërisë? Po, ishte. Edhe e Lushnjës. Faleminderit Lushnja për këtë triumf. Për ata që nuk e din, Tiranë New York nisi nga Lushnja çdo ditë. Tani do të fillojmë pak me varin jemi. Kalojmë te vari, hapi pak varin dhe fillon lojën ti? E fillojmë pari. Okej, jepi ti. Tani, Antidila unë dua të ndërtojmë së bashku lojtarin perfekt të kombëtarëve shqiptarë të futbollit me karakteristikat të lojtarëve aktual. Atëherë, nëse do të ndërtonim një lojtar, do zgjidhje të kishte këmbën e majt të kujt nga kombëtarja shqiptare aktuale. Pa diskutim të Jasir Hasani. Jasir Hasani ajo majta vetë na duan ato goditjet nga Poloninë. Atëherë, lojtarëve që janë aktual apo që kanë luajtur kombëtar. Okej. Aktual Hasani me këmbën e majt. Këmba e djathtë e. Do thojë Brojës. Broja, nuk harron të golat në Hungarinë nga diagonalja dhe ka një goditje të frikshme. Patjetër. Broja, këmba e djathtë. Fizikun e. Dakut.
Ka i fizik Barcelonës. Mirë. Ndoshta ai lojtar fiton shumë duele vetëm nga fiziku që ka. Ka një fizik shumë mirë dhe ato minuta ai më pëlqen më shumë, domethënë kur futet si zëvendësues se sa kur ka nisur si startues. Edhe sa ai që luzi zëvendësues, them drejt, un kam shumë shpresë se ai mund të bëj gol. Dole te llafi i nderuar? Patjetër. Të thash Daku zëvendësues, jo sa titullar. Diçka, un po thoya ndeshja me Serbinë ndjem pak më shumë Daku dhe mendoj që do ndryshonte pak natyra e tij. Se kemi debat personal. Ndeshja e kaluar po ka qenë vërtet. Nuk e di se ç'a boni, kur si jam. Po insistoja për Dakun zëvendësues me Serbita do na bëj diferencën nga Stoli, do në titullar. Shpejtësinë e Mitajt. Mario Mitaj. Kur e merr krahun Mitaj nuk e ndalon njëri. Ai është i shpejt, jo vetëm me këmbët, por është i shpejt shumë mendim, edhe kjo më pëlqen shumë. E bukur kjo. Ky ishte kompliment, po si futbollist do isha bërë shumë krenar për të komplimentin. Goditjen me kokë të. Ka pëlqyer shumë goli në Europian i Qazim Laçit që e gjeti diagonal topi ishte shumë i vështirë dhe ai e gjeti me kokë. Jo se është nga ato futbollistët. Laçi do i shkurtër ta mendosh. Se nuk është si Erjon Bogdani për shembull, si iglitare që ishin me kokë, ishin armatyrë fort, por më pëlqeu golit, them drejt. Edhe do zgjedh Laçi. Karakterin e. Do zgjedh karakterin e Elseid Hysajt. Pa. Është vërtet. Karakter që sinqerisht është shembull për çdo futbollist që shikon vetëm stërvitjen, shikon vetëm punën, shikon vetëm ndeshjet dhe shikon vetëm veten e tij që të bëhet ky futbollist që u bë sot. E tregoj edhe po shumë kritikave që mori që prapë arriti dal tek më e mirë. Kjo për mua është merita më e madhe. Ka shumë kritika është të japësh paraqitje kaq mirë si për Hysaj, si për Manaj, për mua është shumë gjë e madhe. Saktësinë e. Saktësinë e Aslanit, pa diskutim. Topat ndryshimin e lojës që bën Aslani nuk ka vite që unë nuk shoh një mesfueshor të talentuar sidomos në topin e gjatë. Nëse marrim unë jam shumë fanatik i statistikave të UEFA-s mbas ndeshjes dhe Aslani është nga ato lojtarë që gabon rrallë. Dhe UEFA thotë këtë në statistikat e saj. Për të ndalur patë Aslanin se më kujtua, ti ke provuar dhe vetë Serie A. Kjo lëvizje Aslanit nga Interi te Torino, është gjë e mirë për të që do ketë më shumë minuta? Sigurisht që është gjë shumë e mirë sepse tek Interi është një skuadër që është gjithmonë aty dhe ka mesfueshorë më të mirë. Me një Çalhanoğlu që kishte përpara, mendoj që Çalhanoğlu është lojtari mesfueshor më i mirë në Europë dhe kishte vështirë ashtu siç tregoi dhe koha që ai mori pak minuta, por transferimi i tij tek Torino nuk do të thotë që në vazhdim ai mos kthehet përsëri tek Interi ose Milan ose te Juventus për të bërë te Milan. Ku i di? Fantazin e. Fantazin e Bajramit do thoja. Ka fantazi shumë të mirë, sidomos në kualifikues të kampionatit evropian. Ky futbollist u përdor nga trajneri Silvinho midis linjave dhe ishte lojtari që penetronte, por edhe shërbente jashtëzakonisht mirë me asistet e tij. Ekipi kombëtar pati një vlerë shumë të madhe. Zemrën e. Zemrën e po them Ajetit. Po them zemrën e Ajetit. Pse Ajeti? Ajeti ka qenë gjithmonë aty. Nëse i vjen re për shembull Ajetin, gjithë kujtojnë që ka luajtur në kombëtarin ka shumë vite. Shumë vite, vërtet. Por Ajeti ka bërë vetëm 40 ndeshje. Duhet kishte bërë 200 ndeshje. Më kupton, por Ajeti është gjithmonë aty dhe gjithmonë është ai, paktën çfarë shikoj nga jashtë është shpirti i grupit, por pa lënë mënjan Ramadanin, se edhe Ramadani është lojtar që ka. Kur erdhën në Rina, se Ramadani ishte në autobus, ishte i pari që ishte në këmbë, të shoferi, bërtiste dhe këndonte, ura re, ora 4 e mëngjesit. Edhe Ramadani do të prapë midis këtyre dy futbollistëve. Ramadani. Ndani një pyetje e fundit që merrni në këto momente. Nëse do të rikthejë një futbollist të vjetër të kombëtaris në këtë kombëtare aktuale, një emër, mund të përfshish edhe veten me gjithë kënaqësinë tënde. Andilira nuk. Do shkoja. Ja bëra vërtet. Është qefi më të luash me kombëtarin, po është nderi i atës time që kam luajtur me kombëtarin. Unë do themi diçka që s'e kam thënë asnjëherë. Nuk e di, domethënë duhet të flas edhe me psikolog. Shpeshherë shikoj një ëndër, po e njëjta, domethënë shikoj një ëndër sikur domethënë po luaj me kombëtarin dhe ose nuk gjej kputucët, ose nuk gjej derën e stadiumit, ose domethënë është ky ankthi. Pra ke një sikletë të vogël ajo. Është ky ankthi që po them, besoj keni dëgjuar që ushtarët kur shkojnë në luftë, kur kthehen kanë disa problematika. Ndoshta futbollistët, pra aq e madhe ka qenë përgjegjësia ime ndaj kur kam vesh bluzën e ekipit kombëtar, saqë akoma shikoj ëndra.
Vërtet kjo është mos përgjithësia Edhe ti thot kthehem, po patjetër që duhet Kjo do të thotë ta ndjesh panellin. Përgjithësia europiane se do vetëm se nuk ka mundësi, po do isha Ta ndjesh panellin deri në fund. Mund të themi një llaf Silvinjos, ta mendoj. Për miqësorët paktën. e kam pak mohabet, edhe T'ja themi Po një. bën në ndeshje. Tani me që ti më the e shoh ëndër kombëtaren, ti me kombëtaren e ke 70 ndeshje. Pra një nga lojtarët që ka më tepër ndeshje. 71. 71. 71. Harrova ndeshjen tjetër që do bëj tani me Silvinjo. Atëherë, në 71 ndeshje me kombëtaren, cila ka qenë ndeshja më e bukur? Më e bukur. Unë e di. Pa diskutim ndeshja më e bukur që nuk do ta harroj asnjëherë ka qenë ndeshja kundër Rumanisë në Europian. Kemi fituar atje. Pse ishte kundër Rumanisë? Në aspektin personal ishte në farë mënyrë revansh për mua, duke parë që debutimi im ishte me Rumaninë në 2007 në atë humbje 6-1. Pra debutimin e kisha të tmerrshëm. Ishte shumë i rëndë dhe mendova që nuk vështirë se unë do ta ngrem kokën. Por arriti që unë bëra 71 ndeshje dhe aty ku duhet ta mundja Rumaninë e munda në Europian. Pra ja morë havën aty. Ishte një revansh dhe për mua ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme. Pra edhe ti e ke një lloj histori alla Mana që morë havë diku për dikë. Dhe tek sfida me Rumaninë, Andi Lila ka foton më ikonike foton të më të bukur që ka kombëtaren. Ajo foto është legjendar dhe ja, un kam përshtypjen da kesh diku të printuar në shtëpi atë foto. E mban? Jo vetëm në shtëpi. Ose tek akademia do ta kesh atë foto, është ikonike, e kemi ne në shtëpiat tona. Duhet vini ta shikoni tek Akademia Triumf është foto. Është ikonike. E kanë vënë ato që merren me që janë përgjegjësa. E komentojnë fëmijët e akademisë atë foto ose të ngacmuar pak? M'fal Tor se të hyra shumë mes. Patjetër. Për ato kohë europiane. Është një jetë emision. Ndoshta është një foto motivuese edhe për të rinj që me punë, me përkushtim, me seriozitet, patjetër që mund të arrish shumë gjëra të mëdha, sidomos në futboll. Dhe me sakrificë shumë të madhe. Andi në 71 ndeshje, cili lojtar ka bërë më tepër për qeshur të kombëtarja? Më kë ke qeshur më tepër? Me Ancia Gollin, pa diskutim. Atë kisha një nga shokët e mi më të rrallë, e kam akoma shok shumë mirë, vazhdoj domethënë batutat kënaqem edhe ai është kaloj kohë shumë kualitative, kohë shumë. Me Andin ndaj dhe dhomën kur shkonit në për udhëtime apo? Jo, me Cikalleshin ndaj. Me Cikalleshin. Po, Cikalleshi s'mbonte shumë për qesh. Cikalleshin. E kishte me ke futbollit Cikalleshi më duket vetëm. Cikalleshi më tregonte histori të tjera. Konxhim deklarata. Pyet më vonë. Në 71 ndeshje me kombëtaren, cili ka qenë lojtari më i fortë në stërvitje të kombëtarja? Ka pas lojtar jashtëzakonisht fort në ekipin kombëtar, por ti ke kapur 2 apo 3 breza. 3 breza. Uf, do të veçoja në çdo brez nga një atëherë. Patjetër që do të veçoja Altin Lalën, për sa i përket jo forcës fizike ndoshta, por forcës që ky njeri, domethënë, nëse un kam mësuar, kam fat shumë që kam luajtur për krah Altin Lalës, sepse kam mësuar shumë nga ai. Ishte një kapiten i rrallë, një njerëz i rrallë dhe një futbollist i jashtëzakonshëm në fushën e lojës. Patjetër isha djalë i ri dhe motivohesha kur shikoj Altin Lalën. Unë u rrita me futbollin atij dhe pata fat që luajte për krah atij. Dhe mendoj që tek brezi atij ishte një nga futbollistët më të fortë. Patjetër pa i heq asnjë normal, të gjithë ishin brezi. Pa diskutim edhe Ervin Skela ishte fenomen. Pa diskutim mes të fushës ka dhënë shumë për futbollin shqiptar. Patjetër që nuk mund ta harrojmë Lorik Canën. Ishte një kapiten legjendar. Që them drejtën, nëse do ma bësh dhe herë të pyetjen, pra kush do ishte ai futbollisti, ndoshta do thoja Lorik Cana mund të ishte ai kapiteni, pra ai lideri, ai shpirti i madh, domethënë që të gjithë shqiptarët ishte një simbol. Ikonik Cana atëherë që marr stafën tatuazhin këtu. Patjetër. Ikonike. Edhe ne domethënë futbollistë e kemi respektuar shumë sepse me të vërtetë ai ishte kapiten brenda fushës, apo kapiten jashtë fushës. E pe postimin e Canës mbas ndeshjes? Me puro me flamë. Ishte një provokoj. Ishte provokim i vogël. I provokoi mbreti. Por provokoi edhe hysa që tha e kam dhe përveç 93 ndeshjeve, edhe fyzat i kam më të bukura thënë aty, nuk i kam ashtu. Dhe do të veçoj patjetër do të veçoj edhe Ancia Gollin, patjetër që ishte një futbollist legjendë i ekipit kombëtar. Në 93 do thë? 71 ti urova edhe ca ndeshje të tjera. Jo, nëse bën disa llogaritje edhe me ekipet kombëtare të moshave që nga U15, 17, 19 dhe 21-shi, mos ndoshta i kaloj. Shkojmë edhe me 3 shifra ndoshta. Në 71 ndeshje me kombëtaren, lojtari më i fortë që përballur po nga ekipet kundërshtare. E kam thënë edhe herë tjera, kundërshtar më të fortë që kam pasur ka qenë Patrice Evra.
një lojtar i jashtëzakonshëm, sidomos në luftën në ajër. Kam pas shumë vështirësi dhe mbas 6 muajsh unë pata një dëmtim gjuhë, por kur kemi luajtur në Europian në 2016 kundra Francës, gjithë skema e trajnerit De Biasi ishte që Etrit Berisha do të çonte topin e gjatë tek Andi Lila në krahun e djathtë. Dhe unë do të kërceja që topi të kalonte në gjysmëfushën kundërshtare. Dhe ishte një luftim me Evran jashtëzakonshëm. Do të thonë unë jam shumë i fortë në trehapsh. Unë kam akoma në mendje ato dy luftime. Unë jam shumë i fortë në trehapsh. Unë merja vrull jashtë vijës ansore dhe kërceja në trehapsh. Dhe ai vinte dhe fiton, do të thonë në statistikat e UEFA ishin 50-50, pra aq fort ishte. Dhe 6 muaj më mbrapa unë pata bëre një operacion gjuhë dhe unë janë gjisja e vras, nga ai e kisha sepse kërcem. Kërkonte lekë. Mua më bëhet një rifreskim. Ti ke qenë pjesë e skuadrës kur kemi luajtur miqësore me Argjentinën? Po. Nuk e futi Mesin, e shef? E vraja para Mesit miku im. Okej, tani në luftime, po besoj që po flisim për një lojtar drejt për drejt. Pra unë kisha drejt për drejt, ndërsa ishte batuar për sulmuar Flori që është tifoz i Mesit. E kemi dhënë fanellë, pa më. Po pyetët kush është lojtari më i mirë, mendoj që është Messi. Mos, e ka luajtur Cristiano Ronaldo. Kjo nuk pëlqeu. Mendoj që ky luftim me Evran dhe të ka fshijuar që përmend. Sigurisht e përmend shpesh dhe gjithmonë e kujtoj sepse dy luftime të forta, dy luftime kaq, domethënë kur ndeshesh me edhe gjithmonë kam pas të dohet ndeshem me më të mirët, me më të fortët, sepse ato vetëm ato trisin. 71 ndeshje me kombëtaren. Ka një arbitër që ta ka bërë me pa drejt një ndeshje. Që e mban mend që të ka rënë qafë. Po, ishte një arbitër holandez, po të më jepni pak kohë dhe mund t'ia gjej emrin. Dhe ai arbitri më ka ndëshku 2 herë me karton të kuq. Një herë në Bosnjë me karton e kuq, edhe një herë tjetër me kombëtaren përsëri. Duhet ta kujtoj, 2 herë me Shqipëri me karton të kuq. Një herë në Bosnjë dhe një herë në Norvegji. Minutën e fundit aty e meritoja të drejtë, sepse Norvegjisë ajo që morën fitore apo fitoria, gol Hamdi Salit dhe ai domethënë sulmuesi i tyre po shkonte drejt portierit dhe unë futa me 2 këmbë nga brapa dhe e bëra me qëllim. Ato të luajnë këmbë ishte shumë mirë. Tani kuq dhe unë i dash dorën aty. Jo, bravo për atë. Pra atë në Bosnjë ka qenë Zelina mos gaboj. Një ndeshje para 3 ditësh, trajneri Josip Kuzhe më futi informacion kundra Bielorusis, dhe ishte një nga më të mirë në fushën e lojës. Bile aty kam firmos kontratën me Pasjaninën, se më pana të ndeshje dhe firmosa kontratën. Mbas 3 ditësh nuk e di ç'ë ndodhi dhe në vendin tim luajti një futbollist, po e qes emrin se po erdhi tuaj ju dhe më bë pilaf. Edhe futi këtë futbollistin dhe më futi më pjesën e dytë. 10 minuta, 20 nuk e mbaj mend, edhe më futi me short majt. Ka qenë shumë e bukur. S'kisha lidhje me sfshorën e majtë. Kishte roli jo. Edhe i futën spërkat Xhekos, mos gaboj, po në gjuhë. Ishte spërkat shumë e fortë, direkt e kuqe, ky arbitri, me që më përmend arbitri. Edhe mbas ndeshjes mediat me drejt, se mediat do bëjnë punën vet. Edhe pyesin Josip Kuzhen, po si ka mundësi që fute Andi Lilën me sfshorë të majtë? Edhe ai s'kishte çfarë përgjigje i jepte. Po tha, fushën e futbollit ta futa, se futëm pishin. Diku ka më thënë. Andi në 71 ndeshje me kombëtaren. Cila është fjalia e një trajneri që e mban mend akoma? Një fjali, një motivim që ka dhënë. Patjetër trajneri De Biasi, para se dilnim në stadionin e Beogradit, ishte fjalia që tha dilni dhe nderoni Shqipërinë. Në atë momenti merr një emocion tjetër ajo. Është mesazh i qartë drejt për drejt, që kanë përshtimin të karikon dhe të jetë një presion të madh, po të karikon. Ne tani kur e dëgjojmë ka kaluar 10 vite dhe prapë na jep emocion, imagjino. Sigurisht. Dinin bëni kënaqësi. Në 71 ndeshje me kombëtaren, goli që ke festuar më shumë. Unë e kam në mendje, e di, ka përcyer 7 veta, e di cili do jetë, po ma thuaj vetë. Faktikisht çdo gol është për tuaj, ne po përjetojmë tani që si jemi më pjesë ose përpara, kur nuk ishim pjesë të ekipit kombëtar, dhe çdo gol ka emocionin e saj, pa diskutim që të jep një krenari, të jep një, sidomos kur jemi fushën e lojës pastaj, të jep edhe vetbesim se thu po fitoj ndeshje. Me pak fjalë me Rumaninë. Me Rumaninë s'ka diskutim. Gol po ka pas edhe gola të tjerë shumë të rëndësishëm të ekipit kombëtar që i kam shijuar shumë. Në 71 ndeshje me kombëtaren, cili ka qenë një ritual që e bë shpesh para ndeshjeve? Këto ka pasi problem, domethënë se magazinierët gjithmonë merrja isha i fiksuar mas këpucëve të futbollit. Dhe merrja gjithmonë 7 palë këpucë me vete. Dhe gjithmonë luajm po me të njëjtën. Thjesht i kisha me vete. Po thjesht i kisha, ndoshta kështu, ndoshta ashtu, në fund fare do dilja dhe vishja po ato. Sepse futbollistët janë supersticioz, janë
shkojnë mas asaj me këto këpucët luajta mirë herën tjetër tash I pas të mirë ose bërej për të mirë. Më kujtohet edhe më vinte shumë keq për shemb kur ngriseshin ato këpucët që unë kisha bërë ndeshje. Është pak a shumë me Jack Grealish. Gjithsesi kam ke parë Jack Grealish, e ke parë Jack Grealish? Jo, nuk e kam parë. Ka pasur dita taka të grisura nga Aston Villa që I përdorte për fat. Po, jo vetëm për fat, po ti mendon që me këto jam më I shpejt, jam më I shkafët, kërcej më mirë. Nuk është shpata apo është dora, nuk është shpata. Që I vënë këto detaje. Sportistët është vërtet që kemi detajet. Po sigurisht, jo gjithë sport, kush merret me sport është supersticioz. Kush garon është supersticioz. E tentova pak me Silvino. Ka emocione, është një histori shumë e bukur. Nuk jam I autorizuar të përmend emrin, por është nga Korça dhe luante me të rinjtë e Korçës. Na ka treguar këtë historinë. Edhe unë po e tregoj në formë batute. Dhe I thot trajnerit kur kishin ndeshjen Shkodër nga Korça dhe ndalojnë librazh. Dhe I thonë masi mbarojnë atë kafen që do pinin, do ikin me të rinjtë. Edhe I thot trajner, profesori thot gjeti një gozhë të ndryshkur, tha po merr këtë se e kemi fat. Po I ka tha çike këto I thot trajneri. Edhe ikin në Shkodër, humbin 3-0, kthehen Korç, mas 2-3 ditësh bëjnë analizën e ndeshjes, edhe mbasi mbarojnë gjithë ndeshjen, fut dorën në xhep edhe nxjerr gozhën, na dhe gozhën tonë. Pi lëngu. Do të fatin. E që marrë dhe gozhën, pra aq supersticioz ta marrë gozhën sikur ti e ka fat. E kemi gjithmonë shpresë të fatit. Andi në 71 ndeshje me Kombëtaren. A ka një ndeshje të kalon pa gjumë një javë përpara, pra që e ke menduar kur do vinte? Ndoshta edhe më tepër nga një javë. Çdo sinqerisht Flori, domethënë kur afroheshin ditët e Kombëtarës, ishte emocion vete dhe ishin jo pa gjumë, po ankth. Unë domethënë gjithmonë e kam një ankth, po unë e quaj ankth I mirë. Pra nëse unë kam të ankthi, e di që jam në rrugën e duhur. Edhe kurse kam pak probleme. Se kam unë këtë, çfarë ndodh? Edhe gjithmonë e kisha, edhe gjithmonë ai ankthi ka qenë sepse kur e përmend ankth është në konotacionin pejorativ. Por ky ishte për mirë. Pra unë gjithmonë është emocion. Është ajo, është ajo frikë por që ti do të bësh më të mundshme dhe kjo është edhe më ka ndihmu, sinqerisht më ka ndihmu edhe më mungon. Dua ta kem përsëri. 2-3 herë që ke përmend, po mendoj rikthimin duket. Po nisim tradativat me Silvino, në misore pse jo? Jo, do shkoj me Kombëtaren e veteranëve më shpesh. Shumë bukur. Edhe kjo vlen. Në 71 ndeshje me Kombëtaren, cili ishte motivimi më I mirë kur ti dilje fushë me Kombëtaren? Çfarë të motivonte më shumë? Dëgjoj këngë patriotike. Sidomos ushtar Kavajen që e këndonte Ilir Shaqiri. Ose disa këngë tjera që Ilir Shaqiri ka qenë domethënë një këngëtar që I ka kënduar luftës, I ka kënduar Kosovës, I ka kënduar heronjve pra, domethënë e dëgjoja atë kur I ka përndeshje. Tani kam edhe 3 pyetje të fundit. Gjithmonë I shoh fletarët me kufje në vesh, them çfarë dëgjojnë këta. Po shumë e bukur këtë detaj që janë këngë patriotike në kufje. Unë motivojnë të kombëtare. I kisha këngë motivuese ose këngë kleta. Se imagjino domethënë atë grind që kisha unë dëgjoj edhe këngë rrepën e gjumë. Çfarë do ndodhte? Kartoni kuq minutë parë. Po, kështu që duhet qetësosh. Kam edhe 3 pyetje të fundit, kur duash mund të bësh edhe ti ndonjë ndërhyrje, Unë kam një mendje, po pres të mbarosh një herë. Okej. Në 71 ndeshje, një lojtar që doja ta kishe patur shok për jetë, ta kishe patur gjithmonë të kombëtarja. Shok ekipi kam fjalë. Shok ekipit të kombëtar. Ta kishe patur të gjithë rrugtimi jot, nga fillimi deri në fund, një lojtar. Nga ata që ka luajtur të kombëtarja. Ansi Agoll. Kam pas fat që kam pas ke Tirana edhe ke ekip kombëtar. Atë do doja sepse kishte edhe diçka Ansi, se tani po bëhem pak egoist, edhe Ansi krosonte shumë mirë, do kam bërë shumë gola me krosat e Ansit. Është vërtet kjo. Kur luaj me Tiranën për shembull kam bërë luaj mbrojtës I djathtë në atë kohë, pastaj kaluam me shoq qendër. Edhe në 2008-ën kam bërë nga Ansi Agoll, mund të bërë 4-5 gola nga krosat e tij, isha mbrojtës I djathtë. Pra isha si sulmues. Mbrojtës I djathtë me mbrojtës në maç me. Por përveç asaj e kisha edhe një shok të jashtëzakonshëm, shok shumë mirë. Tani, pyetja tjetër është në 71 ndeshje që ke bërë, një lojtar aktual që do doja ta kishe patur në ekip të këtë ndeshje, nga kombëtarë aktuale. Që nuk ka luajtur. Atëherë do doja Julian Sheu më pëlqen shumë. Edhe Juli kur ishte 17 ose 18 vjeç erdhi tek skuadra ime tek Pasianina për një provë. Edhe sinqerisht unë kur e pash stërvitin e parë, pash që kishte shumë potencial. Dhe them trajnerit, "Ore mbajini skuadrën", them presidentin, "Mbajini skuadrën, është lojtar shumë I mirë." Edhe ato pranuan ta mbanin skuadër dhe të stërvitin me ekipin e parë dhe të bënte të luante me ekipin e dytë, me ekipin e të rinjve. Po. Dhe Juli shkoi tek një skuadër në kategorinë e tretë.
Dhe më pas u rikthye mas një viti, po përsëri ai nuk ndej. Dhe më pas u kthye në Shqipëri, luajti me Laçin, iku në Poloni, në Çeki. Vazhdoi karrierën edhe jo më parë, jo më gjatë se para një viti, takoj për një kafe edhe diskutoni, more si ka mundësi ky Silvinjos më morë asnjëherë. Edhe unë thoj, ore, patjetër që domethënë me kualitetin që ke, je i vlerështuar dhe i duhesh kombëtarës. Po ja që ndodhi kjo gjë. Doli e vërtet. Dhe është interesante se po shtohen shumë lojtarë që kanë dalë nga kategoria e Shqipërisë që po luajnë me kombëtaren. Është gjë e mirë patjetër. Sheu, Uzuni, Ramadani me Hasani me Partizanin. Po. Është më thënë, është më e thjeshtë, më e vështirë të vish nga kampionati shqiptar dhe ai ndjen më ndryshe. Atëherë. Se dhe ti ka nga Tirana. Faleminderit për këtë pyetje, është pyetje. Unë kam një akademi futbolli dhe dua ti motivoj gjithmonë çunat e mi në akademi. Futbollist nuk do të thotë që duhet të jesh tek Barcelona, La Masia dhe bësh futbollist. Futbollist mund të bëhesh edhe në Gjirokastër, futbollist mund të bëhesh edhe në Shkodër, mund të bëhesh edhe në Gramsh, mund të bëhesh edhe në Divjak. Por varet se sa ti e don këtë gjë, varet se sa ti je i gatshëm të sakrifikosh për këtë gjë, sepse futbolli në fund fare është sakrificë, të bësh atlet profesionist është sakrificë e madhe. Është ti privohesh nga shumë gjëra. Të tipit tanë, se ne shojmë futbollistë që paguhen shumë ata ja vlen. Çfarë sakrifice është ti futbollist? Sakrifice jashtëzakonshme se gjithë rinia jote ikën në. Domethënë dita ime si futbollist ka qenë si ushtar, si ushtri. Po të shikosh telefonin tim akoma vazhdon që të jetë kjo zilja, të jetë e ndar koha, po unë nuk e kam të ndar kohën, e bëj kohën si të duhet tani, shoqërzoj. Por kjo është sakrificë shumë e madhe, sepse ti do të shkosh në orën 9 në klub, do kthehesh në orën 4 masdite. Pra ti aty, domethënë ke stërvitshmërinë, aty ke regjimin, aty ke ushqimin. Pra janë disa komponentë që ti po si bëre, janë ty të lënë brapa. Pra duhet i bësh të gjitha. Pra vlera është e njëjtë, si një stërvitje e mirë, një ushqim i mirë. Vlera është e njëjtë, si një stërvitje e mirë dhe një ushqim i mirë, por dhe një regjim i mirë. Nuk mund të flej një futbollist në 2 natës. Nuk mund të rri futbollist deri në 2 mjesit duke luajtur TikTok edhe duke net në Facebook e në Instagram. Pra është sakrificë kjo, kur gjithë rritë e tjerë shohin ai diçka, dalin, kanë një shoqe edhe do rrinë edhe darkë, do pinë edhe i got, do e pinë edhe i cigare. Jo, futbollisti do shkojë se në 10:30 duhet të flej. Unë kam flet çdo ditë jetës time në 10:30 darkës. E respektuar. E kam respektuar, sepse ma kishin thënë që është njësoj, siç e di tani domethënë, është njësoj, pra, një seancë stërvitore me një regjim të mirë dhe me një ushqim të mirë. Nuk mund të hajë një futbollist pica gjithë ditën. Domethënë çdo ditë. Nuk mund të hajë futbollist sufllaqe, ketchup e çerto domethënë, patatina e këto gjërat. Jo, Coca-Cola, jo. Futbollisti ushqet mirë, sepse një ushqim i mirë është të gjithë kanë qejf këto gjërat e skuqura, pra këto gjërat e gjërat e shpejta, po. Gjërat e shpejta kanë qejf, janë të lezetshme. Por nuk vlen për një futbollist sepse ai duhet marrë proteina dhe vitaminat e duhura. Dhe kjo është sakrificë, patjetër, që futbollistët unë për shembull kam martu gjithë fisin, unë s'kam shkuar asnjëherë në das. Gjithë klasa ime për shembull kur isha në gjimnaz, shkonte në ekskursion, unë s'kam shkuar kurrë. Unë se di nga futbolli, po. Po nga futbolli, si kisha ndeshje në fundjavë. Ose kur ishin daspat ngushtë, unë isha në fazë përgatitore. Po, e vërtet. Kur kishim larg qoftë që na ndodhen ai vaki, ne kështu ishim të kufizuar sepse isha në Argjentinë, si duhet vija unë këtu. Pra domethënë është sakrificë. Ka këtë anën tjetër. Është sakrificë, por në fund fare ti fiton shumë lekë, ti fiton shumë famë, ti të don një popull i tërë. Edhe seri mana shaj popull i tërë se edhe sharjet aty janë pjesë e lojës, apo? E vërtet. Sidomos sporti ka, por në fakt me këtë që po thosh dhe pyesja, a je penduar që ke sakrifikuar kaq shumë me këtë pasion që i pash kur po flis tek aktive që përgjigjesh? Nuk do të pyetën se e di të gjithë. Përgjigjja kam përgjigjesh jo, e sigurt. Faktikisht, domethënë është si puna sa njeriu, nëse do ta bëj diçka ta bëj ves, është si puna që çdo mëngjes ose çdo darkë ti shkon dhe lan dhëmbët. Pse i lan? Ti shkon në mënyrë instiktive, sepse je mësuar që i vogël. Dhe unë mësova që fëmijë që të bëj këtë jetën, dhe unë vazhdoj ta bëj akoma, flej herët akoma. Vetëm në raste të rralla kur kam një voleboll që pak më vonë. Ne kam përsëri ka shijuar shumë. Edhe thotë sa ditë besoj duhet marrësh respekt në rrugët e Tiranës dhe jo vetëm, se jeni ai brezi që na çuat për të parë në Europian. Sigurisht, jo vetëm në Shqipëri, në Kosovë, në Janin kur shkoj, por patjetër që është një diçka që unë ja le mbrapa edhe fëmijëve të mi këtë respektin. Për shembull fëmijët e mi tani futen dhe shikojnë YouTube ato gjërat që më kanë bërë, ato intervistat, shikojnë Andale. Çfarë të thonë intervistën e fundit që isha. Këta tani. Çfarë të thonë? Edhe mburren me ty në shkollë, se sigurisht duhet të mburren pak. Apo s'ta kanë treguar këtë.
Faktikisht duhet mburrem. Po nuk jam tip kështu domethënë që të sidomos djali është djalë shumë i mirë. Djalin e ke futur në futboll? Se nuk e di. E kam futur në futboll. Çfarë pozicioni luan, ku kem plan ta çosh sa larg? Kemi edhe këtu po është nga. Djalë ta dëgjoj nga babai. Luan si mesfushor dhe ka shumë qejf futboll. Shkon stërvitje gjithmonë, don shumë që të bëhet. Po patjetër ka rrugë gjatë përpara. Sinqerisht unë nuk i them asgjë, domethënë që duhet bësh atë, sepse nuk dua që t'ja kaloj stres, se ti duhet bësh se s'bën dhe duhet bësh te patjetër se e bëra unë dhe të bësh. Nuk jam egoist që domethënë ato egot e mia ti kaloj tek djali kurr. Qofse ai e ka dëshirë, ai ka mund të më tregoj asnjëri, baba im ishte një punëtor që punonte në Itali. S'më tha si herë si gjë bëj këtë bëj. Madje për herë të parë ka ardhur nga pa ndeshjen me kombëtarin me Gjergjin. Edhe tha që këto njerëz thonë fjalë mira për ty. E kuptoj nga ti. Edhe unë nuk kam se i them, domethënë ai e ka një shembull që duhet ta ndjekë dhe ti shkoj sa rrugë. S'kam se ja them fare, sepse nuk duhet të kaloj në angari, dhe s'duhet të kaloj në stres që ti duhet të bësh patjetër. Qofse ai ka një hobi tjetër, sigurisht unë do ta mbështes edhe ai hobi tjetër, nëse nuk bëhet futbollist. S'ka asnjë problemi, por me çka kam parë edhe me çfarë shikojmë gjithë që djemtë e ish futbollistave suksesshëm duhet vrasin atë emrin e babait. Edhe kjo është barra, është dy fish më e rëndë. Edhe mund vjen keq të drejtë. Por ne ju urojmë suksese, na duhet një lila tjetër në kombëtare të ardhmen. Shpresoj shumë, por gjithnjë edhe në akademi edhe Diane edhe ndoshta shikojnë ja djali Andi Lilës nuk e bëri mirë atë pasive se bëri mirë. Është vëmendja më e madhe, por s'ka asnjë lloj problemi, ai është i vogël, do rritet, nëse do ketë karrierë të mirë, sa mirë. Nëse nuk do ketë, sa mirë sepse do ketë diçka tjetër. Andi, të falenderoj shumë për gjithë bisedën që bëm. Flor, faleminderit për ftesën, edhe është kënaqësi gjithmonë. Jam gjithmonë në gatishmëri kur të ftosh ti. Shumë faleminderit. Kënaqësi dhe person të kemi tashmë kur kualifikohemi në botëror. Po, patjetër. Ose herë tjetër kur Ajeni të bëhet lojtar dhe të vidha Ajeni këtu. Ajo është lojtar akoma më të lagët. Faleminderit edhe një herë. Shumë faleminderit. Andale!